me këta. Po këtu mund t'ja u thot zotri ose boni zgjidhje ose i Po drejtojmë. jo ka thonë zoti Sadi. Çu ka thënë? Takimin e parë ka thonë bëhuni të përgjithshëm, edhe unë kum theksu disa herë. Krejt mekanizmat juridiko-politik që i kanë institucionet në dorë, sot janë bëhuni të përgjithshëm, jepni vendit qeverisje dhe mbi të gjitha, domethënë ekziston ajo që quhet koha e arsyeshme. Po as kemi lider të arsyeshëm na po me respektu kohën e arsyeshme. Se këta s'jon të arsyeshëm, për arsye se nuk i ka numrat as jo Napol. Se po ti kishin jo Napol numrat, me bo qeverin, kjo puni sharru. Se opozita me gzim, ja kish votu Albulena Haxhin, ish opozita më falni, se halas është konstitu. Po se dim. Që kanë marrë ulset, po mendoj që kanë marrë pozicionet, kush o pushtet, kush opozit. Po të kishin numra ish opozita, ja kishin votu thjesht zonjen Haxhiu, edhe kish rrjedhë koha e Albin Kurtit pej 15 ditëve. Okej, zona zotri përdryshe jemi direkt në YouTube, bëni pjesë e këtij emisioni. Kurioztar jam ta di çfarë thoni ju, çfarë pyesni ju në web, më faqe thash, ndjes. Në Facebook kanal 10 tek kjo fotografi, aty i dërgoni pyetjet konkrete, edhe natyrisht në pjesën e fundit ne i adresojmë. Tashmë që dihet dhe është konfirmuar që vetëvendosja do të merr pjesë në këtë takim dhe informacionet e mia janë që vetë zoti Kurti do të merr pjesë. Këtë duhet ta konfirmojmë edhe një herë pas një diskutim. Zoti Gashi, ai bie që ka një lloj shprese që mund gjendet zgjidhje, sepse deri dje e diskutonim si gjithë partitë tjera mund të jenë aty, po mund mos jetë vetëvendosje dhe kësaj mund mos ketë kush me kë të dialogoj. A është kjo një lloj shprese Gash për ty, apo ju e konsideroni më ndryshe këtë çështje? Zgjidhje në këtë rast për çka? Është shumë e rëndësishme, po. Është shumë e rëndësishme të dohen senet sipas mendimit tim, zgjidhje politike nuk janë prerogativat e presidentës Osmani të gjej. S'është facilitatore e zgjidhjeve politike në mes partive politike, as nuk është e thirrur e as si kish bona e farnderi me ndërmjetësu në pajtimin apo marrëveshje të ujdit politike që mund të vinë. Në kërkesë me asa kam informacione dhe di une për takimin e tej.